Në zonën pranë shkollës Martin Camaj në qytetin e Shkodrës, po vjon puna me ritme intensive për transformimin urban. Krahas së termoizolimit të plot të pallatit me hark, po realizohet edhe heqja kablove elektrik nga fasadat dhe sistemimi i tyre në rrjet të nëndvleshëm. Ky proces që po kryhet nga Bashkia Shkodër në bashkëpunim me OSHEN është pjesë e një modeli të ri urban që synon të eliminojë pamjen e rrjetave të kablove elektrik në fasadat e pallateve dhe të krijojë një mjedis më të pastër, më të sigurt dhe më estetik për banorët. Në kuadër të punimeve që po bëhen me veshjen me kapot, me termoizolim, gjitha investimet tjera që po bëhen tek pallati me hark, sheshi sa buletini, punimet e sotshme janë kalimi nën tokë gjitha lidhjeve elektrike në bashkëpunim bashki OSHE dhe nuk do kemi më asgjë për ajër ose në për pallate ose domethënë këto linja që tashmë janë bë problem në vite për sa i përket edhe për sigurinë e banesave vet. Gjithashtu është e bën gati edhe për sa i përket edhe projektit që kena gati tashmë për rehabilitimin që do të bëhet i gjithë kësaj zone që përfshin kena disa godina institucione, këto shkolla, kopshte edhe institucione tjera. Përmes këtyre ndërhyrjeve synohet të vendosen standarde të reja për sistemimin urban, duke kombinuar investimet në termoizolim me përmirësimin e infrastrukturës elektrike dhe pamjes së qytetit.